Mjekët japin urdhër, mos e fusni në gojë domaten nëse vuani nga këto tre sëmundje. Domatet, në fakt, mund të kenë disa efekte anësore të këqija edhe pse ne I konsiderojmë ato si një ushqim të shëndetshëm. Nëse përjetoni ndonjë nga këto simptoma, mund t'i përkisni një grupi të njerëzve që nuk duhet I konsumojnë domatet, pasi mund të ndikojnë negativisht në çështjet e tyre shëndetësore. Domatet janë një nga perimet më ushqyese që nuk I mungojnë kurrë një kafshate në tryezën tonë, pavarësisht se çfarë stine të vitit I konsumoni. Nëse I konsumoni të gjalla, veçanërisht do të përfitoni nga vitaminat, mineralet, fibra dhe antioksidantët që ato I përmbajnë me shumicë. Por domatet kanë edhe anën e tyre të errët, të cilat mund të shkaktojnë probleme shëndetësore. Ja efektet anësore më serioze të domateve nëse I konsumoni ato në sasi të tepërt. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Refluksi gastrik. Domatet janë një ushqim me acid dhe për këtë arsye mund të shkaktojnë urth te njerëzit që vuajnë nga gastriti ose refluksi gastroezofageal. Edhe nëse jeni të shëndetshëm dhe nuk vuani nga këto probleme me stomakun, nëse hani më shumë domate ose salca domatesh, edhe ju mund të përjetoni këto simptoma të përkohshme. Dhimbje të kyçeve. Besojeni ose jo, shumë domate në dietë mund të shkaktojë dhimbje të kyçeve. Arsyeja është alkaloidi quajtur solanin, I cili ndërton kalciumin në inde dhe domatet kanë shumë prej tij. Shumë kalcium në inde mund të shkaktojë inflamacione, dhimbje dhe entje të zonës së kyçeve. Probleme me veshkat. Dhe kjo ka të bëjë me ruajtjen e kalciumit. Domatet janë gjithashtu të pasur me oksalat, një substancë që është veçanërisht e vështirë të metabolizohet kur merret me tepric dhe mund të rezultojë në formimin e gurëve në veshka. Domatet me lëng përmbajnë gjithashtu kalium, I cili është një produkt që mund të ndikojë në funksionin e veshkave. Nëse tashmë keni disa probleme me veshkat, jeni veçanërisht të kujdesshëm me sasinë e domateve që konsumoni. Mund të shkaktojnë reaksione alergjike. Domatet përmbajnë histamina, e cila ndihmon sistemin imunitar të luftojë viruset dhe bakteriet. Nuk do ta besoni se sa I zakonshëm është një reaksion alergjik I shkaktuar nga histamina ndaj domateve, I cili zakonisht shfaqet si skuqje ose entje në gjuhë, së bashku me simptoma të tjera të pakëndshme. Njerëzit e diagnostifikuar me alergji nga domatet përjetojnë në simptoma shumë të rënda. Mund të shkaktojnë sindrom të zorrës së irrituar. Nëse vuani nga sindroma e zorrës së irrituar, domatet mund të shkaktojnë simptoma të tilla si diare, ngërçe të dhimbshme, fryrje, gazra dhe kapslëk. Në këtë rast është më mirë të qëndroni larg ushqimeve me aciditet të lartë, siç janë domatet. Likopenodermia. Likopeni është një pigment që gjendet në domate, por edhe në shumë ushqime të tjera. Kur konsumohet në sasinë e duhur është I shkëlqyeshëm për zemrën, por nëse e teproni mund të çojë në pigmente të lëkurës, një gjendje e njohur si likopenoderma. Konsumi I tepërt I domateve mund të shkaktojë gjithashtu probleme urinare. Ushqimet që janë të pasur me acid të tilla si domatet mund të irritojnë fshikëzën. Nëse vuani nga mosmbajtja e urinës ose jeni të prirur për probleme të tjera urinare, është mirë të shmangni ushqimet me aciditet. Gatimi I domateve nuk do të ndihmonte as në këtë rast, pasi salca e domates dhe keçapi janë zgjedhje edhe më të këqija nëse keni probleme urinare. Gjithashtu domatet mund të shkaktojnë edhe imunitet të ulët. Komponenti kryesor që gjendet te domatet e papërpunuara është likopeni, një pigment karotenoid. Është një përbërës kimik që supozohet se parandalon problemet e gjirit. Megjithatë, konsumi I tepërt I këtij komponenti mund të ndryjë në aktivitetet normale të sistemit imunitar dhe ta ngadalësojë atë. Si rezultat, trupi ynë humbet aftësinë për të mbrojtur kundër disa komplikacioneve të zakonshme dhe mikrobeve. Në të njëjtën kohë, ai bëhet gjithashtu I paaftë për të riparuar dëmtimet fizike ekzistuese. Problemet gastrointestinale. Domatet janë plot me acid, prandaj konsumi I tepërt I domateve mund të çojë në probleme të ndryshme me tretjen. Sëmundja e refluksit gastroezofageal është një sëmundje e zakonshme e zorrëve. Kjo sëmundje rrit nivelin e acidit gastrik në stomak, I cili fillon edhe gradualisht acidi arrin në muret e ezofagut tonë dhe shkakton një ndjesi djegje në të.
Acidi nga domatet mund të përkeqësojë këtë gjendje dhe gjithashtu mund t'ju shkaktojë probleme me urthin. Prandaj, nëse tashmë jeni diagnostifikuar me probleme me tretjen, zvogëloni menjëherë konsumin e domateve. Nëse vuani nga tretja, duhet të tregojeni të kujdesshëm me konsumin e domates. Përmbajtja e likopenit në domate mund të shkaktojë probleme serioze të zorrëve, siç është sindroma e zorrës së irrituar. Karakterizohet nga dhimbje akute dhe shqetësime të forta. Përveç këtyre mund të përjetoni edhe shqetësime të tjera të vogla si gazra, fryrje të tjera. Nëse konsumoni më shumë se 30 mg likopen në ditë, mund të shkaktojë simptoma të tilla si të vjella, diarre e të tjera. Gurët në veshka. Domatet, veçanërisht fara e tyre, janë e pasur me kalcium dhe oksalat. Nëse vuani nga problemet e vogla në veshka, trupi juaj do të ketë të vështirë t'i tresë këto element. Në këtë rast, konsumi sasive të mëdha të domateve do të jetë i dëmshëm për ju, pasi kalciumi dhe oksalatet do të grumbullohen në veshka dhe do të formojnë gurë të vegjël dhe të mëdhenj, të cilat do të nxisin edhe shfaqjen e prostatës dhe të përkeqësojnë gjithashtu edhe gjendjen tuaj. Ndaj, nëse vuani në këto raste nga shqetësime të mëdha, atëherë duhet të ndihmoni trupin tuaj me produkte më të mira ushqyese. Ekzistojnë disa arsye pse domatet mund të ndikojnë negativisht në çështjen tuaj imunitare. Gjithashtu, në këtë video do të rendisim disa nga arsyet kryesore pse domatet mund të shkaktojnë komplikacione në shëndetin tuaj. Prandaj, në këtë raste duhet jeni më të vëmendshëm ndaj ushqimeve që zgjidhni të shtoni në dietën tuaj. Domatet janë të mira për shëndetin vetëm nëse i konsumoni në sasinë e duhur dhe nuk e teproni me përdorimin e tyre, pasi në të kundërt, ato mund të kthehen në një dëm të madh për shëndetin. Po sipas healthit saj, domatet janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për të përfshirë në dietën tuaj, të cilat do të ndikojnë pozitivisht edhe në rritjen e vlerave të trupit dhe në parandalimin e komplikacioneve të tij. Domatet janë një burim i mirë i vitaminave, element këto mjaft të rëndësishëm për dietën tuaj që mund t'i japin rezultate fantastike në rritjen e imunitetit, gjithmonë nëse i konsumoni brenda normës. Domatet mund të ofrojnë rreth 40% të rekomandimit të përditshëm të vitaminës C. Për më tepër, domatet janë të pasur me vitaminën A, e cila përmirëson imunitetin, shikimin, shëndetin e lëkurës. Vitamina K, e cila është e rëndësishme për kockat dhe kaliumi, janë në lëndë ushqyese kryesore për funksionin e zemrës, kontraktimet e muskujve, gjithashtu edhe për të balancuar këtu edhe presionin e gjakut. Domatet janë një produkt i mirë ushqyes edhe për shëndetin tuaj të zemrës. Prandaj mund të cilësohen si një nga produktet më të mira për të përfshirë në dietën tuaj. Domatet mund të ofrojnë përfitime të mira për mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Domatet përmbajnë antioksidant të quajtur kryesisht likopen, i cili është një përgjegjës shumë i mirë edhe për ngjyrën e tyre të kuqe, pasi mund t'japi rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit dhe në parandalimin e komplikacioneve të tij. Ndaj, në këtë rast, nëse doni që të shtoni domate në dietën tuaj, duhet të dini se ato duhet të konsumohen brenda sasive të lejuara. Domatet janë të mira edhe për shëndetin tuaj të syve. Likopeni, i cili gjendet me shumicë të domatet, mund t'japë për rezultate fantastike për shëndetin tuaj të syve, çka do t'jetë një rast pozitiv për mbrojtjen e organizmit dhe gjithashtu parandalimin e komplikacioneve të tij. Ndaj, sigurohuni që të keni pjesë të dietës suaj brenda normës domaten dhe kështu të merrni përfitimet e saj unike. Domatet janë të mira gjithashtu edhe për tretjen. Lëngu dhe fibrat që gjenden te domatet janë të rëndësishme për të përmirësuar tretjen, sidomos nëse vuani nga kapslloku. Çelësi qëndron gjithmonë te sasia e konsumit të domates. Asnjëherë mos e teproni, pasi të gjitha këto element pozitiv mund të kthehen në dëme të vërteta për shëndetin tuaj. Domatet janë një nga produktet më të mira për të përmirësuar imunitetin dhe gjithashtu për të parandaluar komplikacionet. Çelësi qëndron te sasia e konsumit të tyre. Asesi mos e teproni, pasi mund të kthehet në dëm të vërtet për shëndetin. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme.
masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.